shumë interesoj ke drejta iracionale, nuk më interesoj shumë drejta racionale, ligjet këto nuk i disha, po e disha kohën ma të vjetër që Kaligula ka shpau Kalin senator, kjo më interesante shumë, ki vjell ta pret dorën, ki shpif ta pret guhën, edhe një dit ishim bo bashk profesori Fatmir Sejdiu, në fakt ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, me ndjerin një profesorin e madh Bardhyl Çavushin. Dhe ata më thërën në bife, bisedojnë me mu. Ki parasysh para 98-ës me tirë profesort kanë qenë pak ma të privilegjum, ka qenë trishtim nëse të ka thirë profesori, ki mendu që ndoshta duhet me lëshu shkollën krejt, se ki bodo një vepër të keqe shumë. Edhe ata më sugjerun që thanë, ish presidenti Fatmir Sejdiu dhe Bardhyl Çavushi, thanë, shif Kastriot, ty ma shumë të interesojnë drejta të racionale, të Fatmiri të interesojnë kanuni i Lekdugaxhinit, i lerët, historite e ndryshme, si meq po ta thojmë tha na profesorët, ti bosh një jurist i dot, po mund t'jesh një artist i mirë të armën. Thash unë ku më ofru fakultetin, edhe 3 provime ku me kry. Po ndodhë që ka ndodhë, u ndërprej fakulteti, filloj lufta, profesori Bardhyl Çavushi u zhduk, kthimi pas luftës, mu duk që duhet një amanet t'ja plotësoj. Kisha përshtypjen që ai e din që ja kom plotësu, po pasi u pat bo president Fatmir Sejdiu dhe unë e krijova një emër si regjisor, me një televizion në takoj, edhe ta cekmi për shikusit se profesori Fatmir Sejdiu mba mendjen e ka ekstra jashtëzakonshme, nuk ka emër që harron. Dhe pas sa vite më takoj, edhe më tha, Kastriot, atë kemi thonë se ma mirë vjen ki profesion, apo këtan ishte i gëzum për profesionin cëllën kisha zgjedh.